Propozimi e Edi Ramës në kongresin e fundit të Partisë Socialiste për uljen e numrit të deputetëve në sallën e kuvendit nga 140 që janë aktualisht në 101, duket se do të bëj kok më kok dy partitë e mëdha, PS dhe PD. Riorganizimi për disa institucione të rëndësishme, ndër të cilat padyshim edhe për Kuvendin e Shqipërisë. Pas 10 legjislaturave dhe 1136 njerëzve të zgjedhur deputet në vitet e jetës demokratike, e para gjë, si rrallë gjë, që gjen dakord çdo shqiptar, thuajse çdo shqiptar, është tepria që ngjan çdo vit më e tepërt e numrit deputetëve. Zbritja e numrit deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në të paktën 101 deputet, edhe më pak bujrum ta diskutojmë. Por sa vota duhen për të ndryshuar kushtetutën? 2/3. Neni 177 i kushtetutës sankcionon që kjo kushtetut mund të ndryshojë vetëm me marrëveshje politike të parlamentit, ku duhet të votojnë pro 2/3 e antarëve, pra 94 deputet. E nëse dy palët bien dakord, këto ndryshime mund të kalojnë lehtësisht, duke ju referuar numrit të deputetëve që ka secila parti. 83 Partia Socialiste dhe 50 deputet Partia Demokratike. Edhe pse në seancat plenare apo komisionet parlamentare vazhdimisht nuk ka një dakordsi mes dy partive të mëdha politike, këtë herë pritet një shtrëngim duarsh. Propozimi i Ramës për uljen e numrit të deputetëve për opozitën duket se është një propozim i drejtë. Sali Berisha në një konferencë për mediat është shprehur i gatshëm që të ulet në tryezë me kryeministrin Rama për të ndryshuar kushtetutën, por me një kusht. Kreu i opozitës propozon që parlamenti aktual të transformohet në një institucion me dy dhoma, një dhomë deputetësh dhe një senati, si dhomë e lartë. Ky do të jetë një institucion i ri frenues për shumicën parlamentare. Ka dhe një mendim tjetër, që është i kahershëm, në qoftë se hyllë në anale. Edhe, po, është 25-30 vite më parë, që vendit bëhet me dy dhoma. Këtë dhomën e lartë, senatin dhe dhomën e parlamentit. Unë jam dakord me këte. Jam dakord me këte variant. Sepse sa do pak, por në qoftë se ndërton senatin, jo si institucion blokues, se me blokim shteti nuk bëhet, nuk ndërtohet, por si institucion frenues, të themi një farë mënyre, atëherë i bën një të mirë vendit, ku një mazhorancë, pra, senati është i dobishëm. Shumë vende e kanë, ka të tjera që nuk e kanë. Shqipëria në rast se ngre një senat, vendos të ketë senat, atëherë pa diskutim që do të paksoj numrin e deputetëve. Berisha shprehet i gatshëm për ndryshimin e funksionimit të parlamentit, por nuk do të negocioj uljen e numrit të bashkive në vend. Çfarë ndodh tani pas këtij propozimi? Partia Demokratike pritet të paraqesë në ditët në vijim detaje për këtë propozim. Mazhoranca dhe kryeministri Rama do të duhet të shprehin qëndrimin e tyre zyrtar, nëse do të pranojnë të ulen në tryezë për të diskutuar këtë model të ri. A do kemi një shtrëngim duarsh mes Ramës dhe Berishës si në vitin 2008, ku votuan ndryshimet kushtetuese për sistemin zgjedhor? Kjo mbetet për tu parë.